Milan i fitoi mbrëmjen e djeshme derbin përballë Interit me shifrat 0-3, sfidë e vlefshme për gjysmëfinalen e dytë të Kupës së Italisë, pasi dueli i parë kishte përfunduar 1-1. Pas kësaj supersfidë ka folur dhe trajneri fitues Sergio Conceição. Ky fundi tregon sekretet e triumfit në derbi. Conceição thotë se një nga lojtarët që kishte më frikë ishte shqiptari Cristian Asllani, për të cilin kishte marrë masa me 2 lojtarë. Tekniku portugez tregon se Jovic dhe Pulisic kishin detyrë të bllkonin në sfushorin nga Elbasani. Jovic ka punuar shumë mirë në maksimum 3-4 javët e fundit, ai gjithashtu humbi disa kilogram gjë që ishte e rëndësishme. Ai na jep atë pak gjë që donin për ndeshjen. Nuk u referohet të mbrojtësve dhe punon mirë me mesfushorët. Ne donim që ai të vepronte si një mbështetje dhe më pas të shkonte në korridoret anësore. Pulisic ka sakrifikuar veten për ekipin, luajti shumë mirë. Ne duhet të balanconim korridorin e qendrës. Pulisic dhe Jovic ishin të rëndësishëm për të mbuluar Asllanin. Pulisic ka barapuar shumë.